Të martën, Gjesti takoi prindërit në një nga ambientet e Top Channel, si surprizë nga vëllai i madh, një takim shumë emocionues. Prindërit e Gjestit kanë folur për herë të parë për Egli Takon. Ata i kanë kërkuar falje asaj dhe familjes së saj. Falenderojmë shumë Eglin. Edhe e respektojmë familjen e Eglit. Edhe për çdo sënqysh, i kërkoj falje Gjesti. I kërkojmë falje edhe në Eglit, familjes e krejt, se nuk kemi qejf me asnjë farë seni me e keq përdor, ose me e pa në pozitë të keqe apo diçka. Kam qejf me e pa sa më të lumtur edhe sukses gjithë jetën, u shpreh babai i Gjestit. Ndërsa teksa u pyetën nëse mendojnë se do të lindë një romancë mes tyre, ata u përgjigjen: "Kjo varet te ata të dy. Ne prindërit do t'i përkrahim."